Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 17, data 17 gusht 2026. Si ditë e hënë, javë të mbarë, ditë të mbarë ju uroj. Dhe ka përqenë sepse lidhet shumë me ndryshime, lidhet shumë me ndikime, favorizime dhe mundësi të arta që vinë drejt jush. Një nga mundësit më të mira, ose pozicioni planetar, jep disa këshilla mbi ato çka juve kërkoni dhe dëshironi. Data 17 është një ndërmjetëse, por jo parëndësishme, sepse dita e ndikimit të madh, ajo që u hap nga eklipsi diellor në Luan dhe ajo që u tha ose u mendua nga bashkimi i Mërkurit me Jupiterin, fillon të vendoset të marrë formën konkrete. Sot nuk kemi një hyrje të madhe planetare, por kemi një qiell që kërkon integrim. Energjia e Luanit mbetet shumë aktive, ndërsa Marsi në Gafore dhe Afrodita në Peshore krijon një kontrast mes dëshirës për mbrojtje emocionale dhe nevojës për ekuilibër në marrëdhënie. Kjo ditë është e përshtatshme për të parë se si fjalët e mëdha të ditëve të mëparshme mund të bëhen veprime reale. Nëse keni pasur një ide krijuese, sot mund të filloni ta strukturoni atë. Nëse keni pasur biseda dashurie, sot mund të shihni se çfarë mbetet pas entuziazmit. Nëse ka pasur një lajm profesional, sot duhet të shihni detajet. Nëse eklipsi solli një gjësi të fortë, sot mund të kuptoni pak më shumë çfarë kërkon prej jush. Me të ndikuar mbeten shenjat fikse, siç janë Luani, Demi, Akrepi të ditëçit të 2 dhe të 3, për shkak të vazhdimit të energjisë në Luan për ditëçin e 3, jehona e eklipsit në Luan vazhdon të jetë shumë aktive. Për ditëçin e 2, ndikimi i Mërkurit në Jupiterit në Luan vazhdon të jap lajme pozitive dhe ide. Kjo do të thotë se disa shenja mund të jenë në fazë vendimi, disa në fazë komunikimi, e disa në fazë përpunimit emocional. Shenjat që kanë përballë, këto shenja që thamë më lart, Luani, Ujori, Demi, Akrepi dhe Bricap, do të thotë që siç janë Gaforia, Briciapi, Dashi, Peshoria të ditëçit të parë, që ndjejnë Marsin, Gaforen dhe Afroditën Peshore, dhe kjo do të thotë Afroditën Peshore, kjo mund të sjellë tensione, ndryshime në familje ose disa gjëra që me lidhjet afatgjat kanë ndikime shumë të mëdha. Por megjithatë, ajo që do të thotë për Peshoren, Afrodita jep një ndikim dhe një ton shumë të rëndësishëm për jetën dhe të ardhmen. Për Marsin në Gafore mund të shtoj presion profesional. Për Gaforen, Marsi jep forcë personale, por Afrodita në Peshore kërkon ekuilibër në familje. Për Dashin, marrëdhëniet dhe shtëpia mund të kërkojnë maturi. Për Bricapin, partneritetet dhe karriera kërkojnë diplomaci. Për çështjet praktike, dita është e mirë për të organizuar punën, vendime, parapërgatitore, dokumenta, biseda të qarta, rregullime të planit krijues, vazhdime negociatash dhe mundësi në anën tjetër. Dhe kjo do të thotë maturi dhe ndërtime, ndryshime, ndikime shumë pozitive. Në dashuri dita kërkon më pak keq kuptime ose mirë është që ti lëmë në njanë dhe të shikojmë përpara, sepse edhe lidhet shumë me sjelljet konkrete. Nëse dikush ka premtuar shumë, sot shihet çfarë bën. Për ribashkim, dita mund të përdoret për biseda më të qeta dhe për të parë nëse ka bazë të fortë. Për propozim duhet të ketë maturi dhe jo vetëm atmosferë romantike. Për marrëdhëniet familjare duhet shmangur kontrolli emocional. Për karrierë, dita është e mirë për të përgatitur prezantime shumë të rëndësishme për jetën për të ardhmen dhe intervista të rëndësishme. Kjo vlen shumë për gjërat që ndodhin, për gjërat që kërkojnë, për gjërat që arrijnë dhe krenaria është aty ku e keni lënë dhe duhet që të jetë. Keni kujdes në mbasdite, sepse duhet të shmangim vendimet nga krenaria dhe mosdurimi, debate familjare dhe risku. Rishikoni, pozitiviteti në marrëdhënie dhe kompromise të rrema, kujdes, shpenzime, premtime të fryera dhe përpjekje për kontrolluar të gjithë drejtimin menjëherë. Sot duhet të ndërtojmë me qetësi atë që u zgjua ditën e kaluar. Ju bëni si të doje barazëmtuar, unë kam drejt të them. Kujdes, se çfarë flasin të tretët është punë e tyre. Çfarë bëni juve është ajo çka duket dhe çka është në të vërtetë. Dhe mundësit janë ato që bëjnë që juve të jeni aty ku jeni dhe të arrini atë që dëshironi. Pas të fillojmë me bashkimin e 12 zodiakale, unë rrugëtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atë duke klikuar në www.astrologo.al
faqja roz, si shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, ka diçka mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme në pozitivitet dhe në rastet të tjera që do të keni, dhe aty pastaj mund gjini diçka që do t'ju pëlqejë më shumë dhe është dhe koha. Për shembull, nëse juve e gjini veten aty, atëherë mund të shkoni tek sekretaria dhe më pas të dërgoni një email dhe flasim në detaje se si funksionon shërbimi. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejt me juve, atëherë mund dërgoni një mesazh tek ai butoni që shkoni atje. Çdo të mërkur ju e dini që jemi drejt për drejti dhe më pas duke klikuar jeni gati për të dërguar mesazhin për të marrë drejt për drejt përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se ndikimet që kanë bëjnë mundësitë që do t'ju jepen periudha kur ndodhin fenomenet, unë nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për 1000 arsye, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të vyera, më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse koha tregon që çdo gjë është maturi, çdo gjë është ndryshim dhe vendim. Koha tregon që jeni me fat dhe i keni mundësitë për zgjidhur problemet e juaja. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me bricap të dhjetit parë, me gaforet të dhjetit është perfektja. Para bini pas, mos e lini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e demit. Për ju të kësaj shenje duket se demi është mjaft indikuar këtë periudhë, ka një mundësi shumë të mirë për stabilizimin e punës së tyre, për karrierën e tyre, dhe është një moment mjaft i vyer tani e tutje, ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal suksesit, fal punës suaj, fal gjërave që juve keni tani e tutje. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për 1000 arsye, sepse kjo periudhë do të ketë mundësinë për zgjidhur problemet e së shkuarës, por jo ajo që keni pas më përpara, ju për shembull një problem të mbartur dhe vjen momenti që nuk po e zgjidhni dot. Jo, këtë e keni të zgjidhur dhe jo të pazgjidhur, sepse është periudha mjaft e mirë dhe tepër pozitive në anën tuaj dhe në ndikimin më të madh. Shenjës së demit ka një mundësi dhe një sukses shumë të madh në ekonomi, në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që keni. Tani e tutje do shikoni gjërat të rregullohen, sepse keni pasur probleme, keni pasur gjëra që nuk i keni zgjidhur akoma, por tani është momenti mjaft i mirë dhe ndikimi që ka të bëjnë ka një diçka lidhje me punën, lidhje me një takim papritur. Bëjeni mbas dite nëse keni mundësi. Para dite është pak a shumë e lodhshme, por e zgjidhni ashtu siç doni. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash dhe me akrep, duket se e keni mundësinë dhe ja arrini qëllimin tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë binjakët. Për binjakët duket se tani e tutje është mundësia, është koha në lidhje me disa takime, bisedime shumë të rëndësishme që juve keni tani, por meqenëse se keni pas disa probleme të vogla, probleme në lidhje me binjakët, jo se kanë pas problem, por janë në dilemë për një punë të regjën, dhe unë nuk e diskutoj se e kanë edhe si mundësi, edhe si periudhë ku gjërat do t'jenë në anën tuaj, në vendime që mund dalin dhe është momenti më i mirë i mundshëm në pozicionin e planeteve, në anën më të mirë të mundshme që janë ndonjëherë. Por gjithsesi, juve keni pas dhe është periudha që do të ndryshoj dhe do të diktoj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë binjakët është me akrep dhe me ujor të dhjetit parë. Ktu ka diçka shumë të madhe, edhe pse juve keni mundësinë për zgjidhur gjërat e pazgjidhshme. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep dhe dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforeve. Për sa përket gaforës, meqenëse gaforet tani e tutje janë në rrugtimin e tyre më të mirë të mundshëm për të stabilizuar, për të konkretizuar një njohje të kthejnë lidhje serioze, një punë shumë e rëndësishme për juve, sepse keni diçka shumë të madhe për të bërë dhe kjo ju takon për sa i përket pozicionimit të planeteve, për sa i përket disa gjërave që vërtet duket se juve e keni mundësinë dhe jeni me më të ndikuar tani e tutje, sepse është edhe puna juaj dhe vendime që do të merrni, janë vendimet historike
në anën ekonomike, por gaforet jo se nuk përplasen kur me çdo gjë që ndodh për një arsye për juve, dhe juve thoni punë e madhe, dal ku dal, sepse neve kemi bërë zmetin, dhe kështu që pse të mërzitem unë për gjërat e të tretëve. Por më vjen keq, dakord, por jo se ka diçka që nuk shkon, ose është një moment tani, është një moment që ndryshe flitet, ndryshe gjykohet, por juve keni një moment shumë të artë për zhvillimet dhe ndryshimet që do të vinë tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujortë dhe diçit tretë, është perfektja, edhe pse tani për tani është pak a shumë ndikuese dhe rrezatuese në jetën tuaj. Megjithatë, një bashkim familjar është me dashur dhe diçit parë, por keni kujdes sepse kjo mund të ndodhi e papritur. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë Luani. Për luanët tani për tani ka një ndikim shumë të mirë, sepse luanët lidhen shumë me punën, lidhen shumë me ndryshimin e madh që vjen tani e tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëresha, duket se tani për tani kemi momentin dhe kohën e duhur për të zgjidhur problemin, për të zgjidhur çështjet e pazgjidhshme. Një moment shumë i artë që keni tani tutje është një nga kohrat më të arta, më pozitive të qenë ndonjëherë, dhe sepse zhvillimet dhe stabilizimet ekonomike është në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me britësap është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për sa i përket peshoreve, tani për tani nuk është se ka diçka që nuk shkon që të shkojë me te. Disa gjëra janë në favorin tuaj, sepse kjo periudhë ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë dhe me disa vendime të njëpasnjëshme, sepse prisni diçka të re juve, është mundësia dhe momenti i duhur për stabilizimin dhe çështjet korrekte për jetën dhe vazhdimsinë tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshk dhe me gafore është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Për akrepët, këtë periudhë është një periudhë që vërtet lidhet me ekonominë dhe me stabilizimin tuaj, me karrierën tuaj dhe momentin e ardhur. Lidhet me momentin e punës suaj, ka diçka shumë të rëndësishme në fushën e biznesit, në fushën e karrierës. Disa ndryshime që vijnë drejt jush, është puna, është ndryshimi, është karriera që lidhet shumë me disa ndryshime të mëdha që do të keni tani tutje. Nuk diskutohet, sepse kjo është një nga mundësitë dhe koha më e artë që juve do të keni tani tutje në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm dhe me ujor është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për sa përket shigjetarët duket se jo se kanë problem ose kanë diçka që nuk shkon. Ka diçka mjaft të mirë tani tutje. Është një periudhë ku do flitet shumë për gjërat ekonomike, financiare, do flitet shumë ku do të gjini zgjidhje nga një problem që keni pasur, dhe ky është momenti juaj më i mirë i mundshëm dhe një nga anët më pozitive të qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm të diçit parë, me ujor të diçit të tretë, është diçka perfekte dhe jo problematike. Dashuria duket se është me binjak të diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britësapëve. Për britësapët do flasim shumë, sepse ka të bëjnë edhe me disa takime dhe disa bisedime që janë në fushën më të mirë të mundshme ekonomike, financiare, një moment që është tani ku juve keni kohën tuaj, keni momentin tuaj dhe ndryshimi më i madh. Gjërat që do të keni, mundësitë që do t'ju jepen, periudha ku do nisin disa gjëra të reja, është momenti mjaft pozitiv dhe korrekt nga ana juaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me virgjëresh dhe me dëm është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Për ujorët duket se kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë, është një periudhë ku tani gjërat janë në anën tuaj, janë në kohën më të mirë të mundshme, sepse zgjidhni disa probleme, zgjidhni disa gjëra që nuk janë aty ku duhet, por megjithatë është kjo periudhë mjaft e mirë, tepër pozitive, sepse është ekonomia, është ndryshimi më i madh dhe periudha që ndodhin gjërat. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me peshore dhe me dëm është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqve. Për peshqit mund të flas gjatë gjithë ditës edhe të natës po të donit. Ka diçka shumë të madhe, sepse është një pozicionim planetar mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse ka nisma të reja, ka ndryshime, ka mundësira, ka vendimarrje,
dhe në vendime që merren nga ndonjëherë, edhe pse kemi probleme, gjëra të rëndësishme për punën dhe për karrierën, por është një moment mjaft i mirë në lidhje me disa ndryshime të vogla, por janë ndryshime mjaft pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet afatgjat do të thotë me Bricap dhe me Luan të 10 vjeçit parë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht të kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 17 gusht 2026. Por pas të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodhin në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkimin e parashkrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrolog.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve intereson. Duke bler paketën tuaj dhe nëse juve nuk e gjini veten ose doni diçka më tepër rreth gjërave, një email tek sekretaria, atëherë neve mund t'ju flasim nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit. Nga Gjorpulla, gjithë mira.